Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në këtë analizë ku do të thellohemi në një temë që, na prek absolutisht të gjithëve çdo ditë. Kursimi i energjisë dhe përdorimi i saj me përgjithësi. Kuptohet, jetojmë në një botë ku jemi të rrethuar nga teknologjia nga të gjitha anët. Çdo gjë kërkon energji. Por, kursimi i saj s'është thjesht një çështje teknike apo një hall i përmuajshëm faturash. Në fakt, është një udhëzues i vërtet për një jetesë të qëndrueshme dhe një përgjegjësi e përbashkët qytetare për të mbrojtur të ardhmen tonë. Kjo na sjell tek një pyetje vërtet interesante. A ka rëndësi një dritë e lëndezur? Ndodh shpesh të mendojmë, çfarë është një llambë, një pikë ujë në oqean, por të dhënat tregojnë një realitet krejt tjetër. Ky iluzion i parëndësisë shkakton vërtet dëme masive. Mendoni pak për atë energjinë fantazm, ngarkesën e fshehtë të pajisjeve të lëna në gatishmëri kur nuk i përdorim. Ajo thith burime pa pushim, duke rënduar rjetin dhe mjedisin ton shumë, po vërtet shumë, më tepër se sa mund ta imagjinojmë. Pra, kalojmë të pjesa e parë, pesha e zgjedhjeve të vogla. Le të shohim pikë se si veprimet tona të përditshme konsumojnë burimet dhe rëndojnë mjedisin. Shikoni si qëndron puna, çdo pajisje lëndezur qoftë edhe vetëm në sfond, konsumon vazhdimisht burime natyrore që, le të jemi të qartë, nuk janë të pafundme. Por ja ku vjen lajmi i mirë. Zakonet e vogla krijojnë vërtet një ndryshim të madh. Fikja e një drite pa nevojë vepron si një mburojë menjëhershme për këto burime natyrore. Krijimi i një zakoni kaq të thjeshtë arrin të zbuzë drejt për drejt që në ato moment koston ekologjike. Është kaq e thjeshtë. Seksioni 2. Zakonet personale dhe kursimet familjare. Le të thellohemi pak të përfitimet e menjëhershme të kursimit direkt aty ku jetojmë, brenda shtëpisë sonë. Këtu kemi të bëjmë me një logjik tepër të qartë ekonomike. Hapi i parë është fare banal. Më pak konsum përmes përdorimit të përgjegjshëm. Kjo kthehet direkt tek hapi i dytë, që besoj intereson të gjithëve, fatura më të ulta. Më pak kilowatt të shpenzuar përkthehet fjalë për fjalë në më pak para të nxjerra nga xhepi për shërbimet bazë. Dhe në fund, hapi i tretë, burime më të mira familjare. Paratë e kursyera mbeten në familje duke rritur mirëqenien e përgjithshme. Një situatë ku fitojmë të gjitha apo jo? Kalojmë te pjesa e tretë, qytete dhe komunitete të pastra. Këtu fillojmë të shohim se si zgjerohet ky ndikim pozitiv përtej mureve të shtëpisë. Këtu shohim ndikimin e madh atë makro në veprim. Ndodh ky zinxhir ngjarjesh. Hapi i parë, më pak përdorimi i energjisë nga ne, i detyron termocentralet të punojnë më pak. Kjo na çon te hapi i dytë, që është fantastik. Reduktimi theksuar i emitimeve dhe gazrave ndotës në atmosferë. Dhe cili është rezultati në hapin e tretë? Ajër më i pastër. Është një kontribut i drejt për komunitete më të shëndetshme, ku frymëmarrja është fjalorisht më e lehtë për të gjithë komunitetin. E dini, shpesh e ngatrojmë modernitetin e një qyteti vetëm me teknologjinë e lartë, dritat e pafundme apo qiellgërvishtësit. Por qytetet që përdorin energjinë me mençuri janë në fakt më efikase, më të pastra dhe më moderne. Të dhënat tregojnë qartë se moderniteti i vërtet buron nga eficienca dhe kultura e përgjegjësisë qytetare. Një qytet vërtet i pastër është thjesht reflektimi i qytetarëve që e kuptojnë rëndësinë e ruajtjes së burimeve. Pjesa e katërt, mitet që duhen thyer. Është momenti për të ndryshuar narrativën dhe për të rrëzuar disa nga ato keqkuptimet që dëgjojmë vazhdimisht. E nisi me një mit vërtet klasik, nga ata që thjesht justifikojnë apatinë. Një dritë nuk bën diferencë, por a është të vërtet? Absolutisht jo. Realiteti është se miliona veprime të vogla krijojnë një ndikim të jashtëzakonshëm. Kur bëhemi bashk, veprimi ynë kolektiv e kthen një zakon të duke krejt të parëndësishëm në një kursim kolosal burimesh. Nuk jemi asnjëherë vetëm në këtë përpjekje. Kalojmë te miti i dytë, i cili pretendon se kursimi i energjisë është diçka e vështirë, sikur na duhet të bëjmë sakrificat ekstreme apo të jetojmë si në mesjet, në errësirë totale. Në realitet, shumë zakone të thjeshta mund të kursejnë energji çdo ditë, pas një sforcim. Për shembull, rregullimi i atij sirtarit të famshëm që e kemi gjithë plot me kablo të ngatruar, apo thjesht heqja nga priza e karikuesve që s'po përdoren. Këto gjëra bëjnë diferencë të jashtëzakonshme, pa e prekur fare përditshmërinë tonë. Dhe ja ku vim te miti ndoshta më i rrezikshëm nga të gjithë, besimi se fundja nuk ndikon në mjedis. Gati sikur energjia të shfaqej me magji nga priza në mur, pa asnjë kosto. Realiteti brutal, çdo kilovat energjie ka një ndikim të drejtë për drejtë në planet. Për çdo njësi që harxojmë, diku po digjet lëndjekse, diku po shterojnë burime. Zbutja e kësaj barre fillon pikërisht duke e pranuar këtë fakt. Ka një lidhje të pandashme mes atij që leset në mur dhe natyrës. Pra, pyetja natyrale është: si të kursesh energji? Çfarë mund të bëjmë konkretisht? Zgjidhjet janë aq praktike sa që mund të kthehen në rutinë që sot. Mund të fikim dritat e panevojshme kur dalim nga dhoma,
të zgjedhim pajisje efikase dhe t'i heqim nga priza pajisjet e papërdorura. Mund të përdorim dritën natyrale, thjesht duke hapur perdet. Është falas dhe fantastike. Ideja është të reduktojmë konsumin aty ku s'na duhet. Dhe më rëndësishmja të edukojmë familjen dhe miqt. Ndarja e këtij informacioni siguron që këto zakone të mira të përhapen si zjarri dita ditës. Dhe kështu mbërrim tek seksioni ynë i fundit, mbrojtja e së ardhmes sot. Le të bëjmë një aprapa dhe të shohim vizionin afatgjat. Shikoni, e vërteta është se qëndrueshmëria nuk kërkon absolutisht perfekcion. Nuk kemi nevojë për veprime perfekta apo njerëz që jetojnë me zero konsum. Kjo është e pamundur. Kemi nevojë për miliona njerëz që bëjnë zgjedhje thjesht pak më të mençura. Ajo që na duhet vërtet është vedia. Kur arrim një masë kritike qytetarësh të ndërgjegjshëm që bëjnë pjesën e tyre, kjo mjafton e tepron për të sjellë një ndryshim monumental për mbrojtjen e ekosistemit tonë. E gjithë kjo analizë përmbledhet në mënyrë geniale në këtë shprehje. Energjia që kursejmë sot është e ardhmja që mbrojmë nesër. Është një filozofi kaq e thjeshtë por kaq e thellë. Kujdesi dhe vetëpërmbajtja sotme janë e vetmja garanci që brezat e ardhshëm të kenë burimet jetësore që u duhen, që ata të lulëzojnë e të jetojnë po aq mirë sa ne sot. Pra duke parë përfitimet nga ato kursime financiare që prekim drejt për drejt çdo fund muaji, tek ai ndikimi jashtëzakonshëm global për klimën, mbetet të shtrojmë vetëm një pyetje: cili zakon i vogël do të fillojë të ndryshojë të ardhmen sot? Ndryshimi i madh është fjalërisht në maj të gishtave, thjesht duke shtypur një çelës.